Edhe pse Perëndia e ka dashur gjithmonë botën, edhe pse Perëndia është një Perëndi zemërgjan edhe i dhemshur, ai nuk mund ta falte botën pa u shly mëkati, pa u pagu dënimi për mëkatin. Dhe Jezusi erdhi, Bibla thot, si një qengj i bindun që shkon në thertore. Ai nuk e hapi gojen, por shkoi dhe dha jetën e tij për ne. Prandaj, nëse ne dona me u shfaqsu, ka vetëm një mënyrë për të shfaqsu. Dhe kjo është me besu në birin e Perëndisë, i cili na shfaqson përpara Atit. Bibla thot, ai është i vetmi që na shfaqson dhe dëshmon për ne përpara Atit dhe ne dëshmojmë për të në këtë botë. Nëse ne besojmë në Krishtin, nëse ne ja dhurojmë zemrën e jetën tonë atij, ai ka me na vesh me rrobën e tij të bardhë, e cila na identifikon me të, sepse gjaku i tij na mulon dhe na përfaqëson.